Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur në seancën gjyqësore në kuadër të procesit për çështjen e koncesionit të sterilizimit, ku fillimisht është faqur në kafazin e të pandehurve. Gjatë seancës Beqaj ka kërkuar për herë të dytë që të mos qëndrojë në këtë hapësirë të mbyllur, por të ulet pranë avokatit të tij mbrojtës. Kërkesa e tij është shqyrtuar nga trupa gjykuese për bërë nga gjyqtarët Rudina Palloj, Irena Gjoka dhe Erion Çela, të cilët kanë vendosur ta pranojnë. Sipas vendimit, në seancat e ardhshme Beqaj do të qëndrojë jashtë kafazit të Qelç, pranë mbrojtjes ligjore, duke ndryshuar mënyrën e paraqitjes së tij në sallën e gjyqit. Gjykata ka argumentuar se vendimi është marrë duke marrë parasysh disa faktorë, përfshirë faktin që në këtë proces Beqaj është i vetmi i pandehur, sjelljen e tij gjatë seancave, si dhe faktin që ai nuk po gjykohet me masën e sigurisë arrest në burg për këtë çështje konkrete. Për zbatimin e vendimit është kërkuar edhe që drejtoria e burgjeve të sigurojë që shoqërimi i tij të bëhet jashtë kafazit në sallë. Nga ana e prokurorisë, përfaqësuar nga Edvin Kondili, nuk është paraqitur kundërshtim ndaj këtij vendimi. Prokuroria ka sqaruar se masa e arrestit në burg ndaj Beqajt lidhet me një tjetër procedim penal dhe jo në çështjen aktuale të sterilizimit. Në dosjen e njohur si sterilizimi, Ilir Beqaj po gjykohet për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe pjesëmarrjes në një grup të strukturuar kriminal. Në këtë proces janë përfshirë edhe disa persona të tjerë, mes tyre ish zëvendës kryeministri Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, të cilat janë gjykuar më herët në procedurë të shkurtuar dhe për disa akuza përfshirë të grupit të strukturuar kriminal. Gjykata ka dhënë vendime të ndryshme për ta. Vendimi i fundit i gjykatës shënon një ndryshim në mënyrën e zhvillimit të seancave për Beqajin, duke lejuar atë të ndjek procesin në kushtet më të hapura brenda sallës së gjyqit.